Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Këtë lule s'ka shqiptar që nuk e ka në obor, ajo i shëron të gjitha sëmundjet. Prej mira vitesh me radhë, lule radhiqja ka qenë kryefjala e shumë kurave bimore në të mirë të shëndetit. Përdorimi më i prapur i lule radhiqes është në formën e çajit. Çaji lule radhiqes mund të përgatitet shumë lehtë duke zgjerë petalet e luleve. Lule radhiqja është shumë e pasur me ushqyes, karotenoide, vitamina, minerale dhe antioksidantë. Të gjithë këta përbërës organik ka një ndikim domethënës në shëndetin e organizmit. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse pini çajin e lule radhiqes çdo ditë? Sipas Brightside do të rendisim disa nga përfitimet që do të merrni nga konsumi i këtij çaji. Organizmi do të furnizohet me ushqyes. Çaji i petaleve dhe gjetheve të lule radhiqes është shumë i pasur me kalcium, e hekur me kalium, vitaminën K, A dhe B6. Ky lëng përmban antioksidantë të cilët eliminojnë dëmet e shkaktuar nga radikalet e lira. Barishtet e lule radhiqes mundet edhe t'i hani të freskëta sepse kanë më shumë vlera ushqyese se spinaqi dhe brokoli. Ato mbajnë larg edhe luhatit e sheqerit. Studimet konfirmon Brightside se pirja ditore e çajit të lule radhiqes mund të ndihmojnë në përmirësimin e niveleve të sheqerit. Një gjë e tillë është e një rëndësie kritike për mbajtjen larg të diabetit. Do të ndiheni energjik pa pasur nevojë për pirjen e kafes. Çaji lule radhiqes ofron një alternativë të shkëlqyer dhe pa kafeinë për njerëzit që kërkojnë gjallëri dhe energji gjatë ditës. Për shembull, rrënja e bimës mund të piqet dhe mund të bëhet një çaj i pasur me antioksidantë dhe minerale, energji sjellse pa kafeinë për trupin. Trupi do të ketë më pak lëngje të akumuluara. Në shumë raste, ndjesia e fryrjes shkaktohet nga akumulimi i lëngjeve në trup. Sasitë të mëdha që pihen çdo ditë mund të mbahen larg me çajin e lule radhiqes që nxit eliminimin e lëngjeve të tepërta. Fillimi i mbar për të rënë nga pesha. Disa studime kanë zbuluar se lule radhiqja është efikase edhe për personat që duan të bien nga pesha. Gjethet pengojnë një enzime që çlirohet gjatë tretjes e cila mundëson magazinimin afatgjat të yndyrnave në trup. Për të mbrojtur nga problemet kronike, antioksidantët e çajit do të mbajnë larg edhe probleme të tilla, do të mbrojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat shtrojnë rrugët për shfaqjen e problemeve dhe sëmundjeve të tjera kronike. Por më tepër, këto antioksidantë forcojnë sistemin imunitar. Tretja do të përmirësohet. Çaji lule radhiqes stimulon tretjen në mënyrë efikase. Nëse ju pini një filxhan me çaj pas një vakti, tretja do të jetë më e shpejtë. Mëlçia do të jetë më e shëndetshme. Çaji lule radhiqes ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë dhe e mbron atë nga problemet duke përmirësuar funksionet e saj. Mban larg infeksionet në veshka. Duke qenë se ky çaj nxit urinimin, ai është efikas në trajtimin e infeksioneve të ndryshme dhe në pastrimin e veshkave. Do të keni gjithashtu kocka më të forta. Mineralet të çajit lule radhiqes ushqejnë kocka dhe shmangon osteoporozën. Për këtë arsye, çaji duhet të pihet rregullisht në mënyrë që të jeni të mbrojtur nga kjo sëmundje. Njerëzit alergjik duhet të shmangin lule radhiqe, lule delen, kamomilin, lulen menesh, teknën dhe lulet e diellit, pasi kanë shumë substanca që nxisin alergjinë. Gjithashtu, përgatitja e këtij çaji mund të bëhet në këtë mënyrë. Vendosni lule radhiqet, lule dhe gjethet e thata ose të freskëta brenda një çajniku. Gjithashtu më pas ndiqni këto hapa. Hidhni ujë dhe vendosni çajnikun në zjarr. Për një filxhan kafeje me bim nevojiten 2 filxhan çaji me ujë. Çajin mund ta bëni të fortë duke hedhur më pak ujë ose më të lehtë duke hedhur më shumë ujë. Sapo uji të nisë të zjejë, hiqeni nga zjarri dhe lini të ftohet për pak minuta. Më pas e kulloni dhe hidhni në filxhan. Mund ta pini gjithashtu edhe të ngrohtë për pak minuta. Disa njerëz preferojnë t'i shtojnë pak sheqer, por mjalti është një zgjidhje ideale për të përmirësuar gjithashtu edhe shijen e këtij çaji. Lule radhiqja përmban shumë beta-karoten që është një burim i mirë i vitaminave dhe mineraleve të ndryshme për organizmin. Burimi i vitaminave do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj. Pjesa e gjelbër e lule radhiqes mund të përdoren në sallata, ndërsa vetë lulja tha edhe përdoret në përgatitjen e çajit.
Vitamina C është një antioksidant i fuqishëm natyral. Luleradhiqet japin 58% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C. Luleradhiqet janë ndoshta burimet më të pasura të vitaminës K, duke ofruar 650% të dozës rekomanduar ditore. Vitamina K luan një rol të rëndësishëm në forcimin e kockave. Luleradhiqja ka veti natyrore diuretike. Çaji i saj ndihmon në pastrimin e trupit nga toksina dhe përmirëson shëndetin e veshkave dhe sistemin e pastrimit të organizmit. Çaji i luleradhiqes gjithashtu lehtëson problemet të tretjes dhe shërben si minimizues i rrezikshëm për gur në veshka. Për më tepër, ky çaj shërben për aftësimin e organizmit për të nxjerrë nga trupi grumbullimin e dëmshëm të rërës ose gurve. Çaji i luleradhiqes funksionon si një rregullues i niveleve të kolesterolit në gjak dhe në këtë mënyrë zvogëlon problemet e zemrës. Tensioni i lartë i gjakut dhe niveli i lartë i kolesterolit janë shkaqet kryesore të problemeve në zemër. Nëse vuani nga lodhja e tej zgjatur, atëherë kjo e fundit mund të jetë një shenjë e parë e çrregullimeve në mëlçi. Çaji i luleradhiqes përmirëson funksionin e mëlçisë, lehtëson lirimin e toksinave nga trupi. Vetitë e saj antioksiduese zvogëlojnë rrezikun nga formimet të përhapura të qelizave të dëmshme të trupit. Ky çaj gjithashtu rregullon procesin e tretjes dhe lehtëson problemet në këtë sistem. Në këtë mënyrë, çaji i luleradhiqes përdoret për humbje natyrale të peshës pasi lehtëson djegjen e kalorive. Çaji i luleradhiqes gjithashtu ka funksione të mira për qetësimin e problemeve të lëkurës. Ky çaj ka ndikime antimikrobale dhe antivirale dhe lëkurës i kthen një shkëlqim natyral dhe një butësi. Përgatitja e këtij çaji është shumë e thjeshtë dhe gjithashtu vlera e çajit do të jenë mjaft të mira për mbrojtjen e organizmit dhe mbajtjen larg të një sër çrregullimesh. Para përdorimit, gjithmonë ju bëj me dije duhet të konsultoheni me mjekun. Rrënjët e luleradhiqes janë përdorur prej shumë kohësh në trajtime terapeutike dhe në veçanti për problemet e mëlçisë. Sipas të dhënave, rrënjët e kësaj bime janë të mirënjohura për pastrimin e mëlçisë dhe parandalimin e formimit të qelizave të dëmshme. Mjekësia tradicionale në vendet arabe e përdor rrënjën e luleradhiqes për të trajtuar probleme të ndryshme të mëlçisë, për të forcuar kundërpërgjigjen e sistemit imunitar dhe për të lehtësuar problemet e traktit të sipërm të frymëmarrjes. Luleradhiqja është një bimë plot me vlera që stimulon funksionin e stomakut dhe mëlçisë, por edhe luan një rol diuretik kundër problemit të toksinave në organizëm. Rrënja e luleradhiqes përdoret për trajtimin e problemeve të mëposhtme si çrregullime me tretje, tretje problematike, gastrit, refluks acidi. Pshikëzën e tëmthit parandalon formimin e gurve dhe i shpërbën ato më shpejt, për mushkërit si astma, bronkit, infeksione dhe probleme me frymëmarrjen. Për mëlçin, mos funksioni i saj ose probleme të ngjashme, për lëkurën, kundër inflamacioneve dhe për syt. Përbërësit e hidhur të rrënjës së luleradhiqes luajnë funksione të jashtëzakonshme natyrale kundër problemeve me tretjen që përfshin sindromën e zorrës së irrituar. Gjithashtu, ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin. Rrënja e luleradhiqes përmban një substancë të hidhur e cila nxit rrjedhjen e tëmthit që përmirëson dhe përshpejton pastrimin e mëlçisë nga toksinat. Gjithmonë, para përdorimit, ju bëjmë me dije edhe një herë se duhet të konsultoheni me mjekun përkatës për të marrë dozën e duhur dhe nëse merrni medikamente të caktuara, është më mirë mos e përdorni. Luleradhiqja është një bimë mjekësore që mund të përdoret si rrënja, gjethet dhe lulet e saj. Për shembull, çaji me rrënjë të thata rekomandohet për problemet e veshkave, mbajtjen e ujit, detoksifikim, forcim imuniteti, celulit dhe obezitet. Gjithashtu, luleradhiqja ndihmon mëlçin të mbajë larg toksinat dhe të përmirësojë gjithashtu shëndetin e saj. Gjithçka që ngelet është përdorimi me kujdes në mënyrë që të merrni vetëm përfitimet e saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.